Vetëm pak ditë më parë, ky vend ishte i mbushur me ujë. Kjo si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut e vërshimeve, ku jo vetëm qyteti, por edhe shumë fshatra, lagje e shtëpi private kishin dëme të mëdha infrastrukturore. Vërshimet ndikuan që edhe shumë rrugë të kësaj komune e fshatrave përreth në disa kohë të ditës ishin të pakalueshme. Kryetari i komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, teksa ka përshkruar këtë situatë, ka thënë se tash gjendja është e qetë, pavarësisht pasojave. Sipas tij, komuna ka themeluar edhe një komision për vlerësimin e dëmeve. Gjatë kohës së vërshimeve vërtet Malisheva ka përjetuar një situatë të tmeshme, të jashtëzakonshme, për nga rrezikshmëria dhe për nga fatkeqësia natyrore që erdhi përkatësisht me vërshimet. Ka pas shumë të rreshura me intensitet të madh, prandaj edhe ujrat që kanë dalë nga të rreshurat faktikisht kanë qenë në sasi të madhe dhe u rritën të gjitha nivelet e ujrave dhe të lumit, u rrit niveli i lumit Mirusha, mirë po edhe u rritën nivelet e prockave, përkatësisht prockave në Polugina që derdhen në shtratin e lumit Mirusha. Mirë po me njësitë të cilat ishin pjesë e shtabit emergjent, shërbimi zjarrfiksve, Policia e Kosovës, Kryqi Koçi Malishevës, njësitë e qendrës mjekësisë familjare, drejtoritë e administratës, të gjitha ato dikasteret të cilat e përmendin shtabin emergjent ishin në nivel detyrës dhe jemi munduar që t'ju dalim në ndihmë të gjithë qytetarëve të cilët kanë pas nevojë apo qytetarët të cilët është cënuar e drejta për jetë apo është cënuar e drejta kualitative jetës në shtëpitë e tyre. Tash Malisheva është e qetë sepse kanë pushuar jo për shkak që nuk kemi më të rreshur dhe jemi në fazën e sanimit të dëmeve përkatësisht pasojave që kanë sjellë këto vërshime, e që ne kemi themeluar një komision për vlerësimin e dëmeve, një komision profesional, i cili është duke i grumbulluar të gjitha kërkesat, dosjet përkatësisht, e që njëkohësisht del edhe në vendin e ngjarjes me evidentimin dhe me vlerësimin e dëmeve si në ekonominë familjare, si tek bizneset, po ashtu edhe në infrastrukturën bazike apo infrastrukturën publike komunale. Kështu që tashmë ne jemi në fazën eri me këmbjes mbas të gjitha këtyre vërshimeve dhe po bëjmë përpjekje maksimale që t'i sanojmë dëmet përkatësisht pasojat në të gjitha drejtimet. Megjithse vitin 2026 e nisen me vërshime, sot kjo komunë po punon në miratimin e projekt buxhetit, i cili u hartua në qershor të vitit të kaluar, e që ishte planifikuar të jetë rreth 22 milion euro, 5.2 nga to të parapara për investime kapitale. Ai ka treguar se përveç se do të vazhdojë urbanizimi në qytet, një pjesë e madhe e buxhetit do të shfrytëzohet për investime në zona rurale. Plani është që disa nga rrugët e fshatrave të asfaltohen e rregullohen. Ne do të vazhdojmë me një pjesë të Malishevës urbane, sepse ju e dini që Malisheva ka shumë nevojë që të investojë në infrastrukturën e saj bazike. Sigur që tashmë kemi disa projekte kemi nisë përfundu, edhe disa të cilat i kemi në përfundim e sipër, e do tjera që duhet t'i fillojmë nga fillimi, prandaj një pjesë e buxhetit për vitin 2026 është për një pjesë të Malishevës urbane, mirë po edhe për rregullimin përkatësisht asfaltimin disa rrugë në përfshatra, të cilat tashmë kanë nevojë të jashtëzakonshme që të ndërhyjmë, sepse edhe rrugë kryesore janë dëmtuar apo presin riparim, mirë po edhe shtrurja disa rrugëve përkatësisht rrugisave në përfshatra që tashmë është domosdoshme të intervenojmë në thellësitë e fshatrave. Në projekt buxhetin e këtij viti nuk mungojnë as projektet në fusha të tjera. Sigurisht një prej prioriteteve është edhe shëndetësia, është edhe subvencionimi i bujqësisë, është sistemi jonë arsimor, është kultura, është rinia, është sporti, të gjitha dikasteret të cilat e përbëjnë jetën në Malishevë do të buxhetohen dhe do t'i kemi me kujdes të shtuar të gjitha sektorët, përkatësisht të gjitha sferat e jetës në Malishevë do të kenë përkushtimin dhe vështrimin tonë që edhe me përkrahjet buxhetit të intervenojmë në disa sektorë, sikur që i thash që janë shumë vital për Malishevën. Viteve të fundit, Malisheva është bërë një zonë në të cilën ndërtimet e objekteve të mëdha banesore kanë përjetuar rritje të dukshme.
Kryetari Kastrati thotë se ka interesim të rritjes për investim në objekte të larta kolektive. Po tashmë Malisheva është një prej atraksioneve ndërtimore në industrinë e ndërtimit, sepse qytetarët të cilët dojnë ta zhvillojnë jetën në Malishevë kanë interesim të madh. Prandaj edhe kërkesa e tyre është shumë e madhe që të ndërtohet Malisheva, që të thellojmë kualitetet e jetës tonë këtu në Malishevë. Prandaj edhe ne do të punojmë në atë drejtim që të realizojmë kërkesat përkatësisht nevojat, sepse qytetarët e Malishevës janë shumë të lidhur me vendlinën e vet, janë shumë të lidhur me komunën e vet dhe dojnë gjithsesi që ta zhvillojnë këtë komunë dhe këtë pjesë të Kosovës ku ata apo edhe unë zbashku me ata quajmë vendlinje. Malisheva Urbane ka qenë projekti më i madh në historinë e komunës së Malishevës. Ky projekt kishte përfshirë ndërtimin e parkingjeve nëntoksore, nënkalimet në drejtimet në përfshatra Banjë dhe Mirush dhe magjistralen që shkon në drejtim të Rahovecit dhe në drejtim të Prishtinës.